A janë izraelitët ebrejnë që i fut të vërtet? Normalisht nuk ndalem në zhurmat e pakontrolluara të antisemitëve, por kur urrejtja ebreje bëhet tituj, antisemitizmi, kur repërët thonë, unë shoh gjëra të mira te Hitleri, gjithashtu, kur radikal ebreo-izraelitët mblidhen masivisht për të predikuar teoritë e konspiracionit, ju jeni judejnë të vërtet, atëhere është koha për të folur. Hitleri e dinte se cilët ishin ebrejt e vërtet. Këto grupe mbështesin një përzierje toksike të antisemitizmit, ksenofobisë dhe një sër urrejtjesh të tjera. Ata kanë frymëzuar krime për motive të urrejtjes dhe vrasje, dhe numri i tyre po rritet me shpejtësi. Pra, kush janë këta djem? Nga erdhën besimet e tyre dhe si duhet u përgjigjet komuniteti hebre? Historia jonë fillon me një nga padrejtësitë më të shëmtuara të historisë, tregëti në transatlantik.